Po, në them drejtën e kuptova që në fillim. Pra, ju e dini që unë largova që në 11 vit pas krijimit të Partisë Demokratike, në dhjetor të 91-shit jam larguar, kam bërë një deklaratë, kam parashikuar çdo gjë që do ndodhte në Partinë Demokratike, jo vetëm për fajin e Berishës, por të krijimit të një ambienti. E kuptova që Partia Demokratike që u krijua, pavarësisht nga elita, që nuk i vjen më Pashko, Demeti, Kadareja, Shaini, edhe ju të kujtoj një pjesë Imami, Preç Zogaj, janë qofte Eduard Selami, si që ishin atëherë, se të gjithë patën deformimet e tyre me kohën, duhet ta kemi parasysh, po ishte një elite e jashtëzakonshme. Dhe Azem Hajdari ishte një politikan genial, të thoja, në intuitën e tij, në mënyrën se si kuptonte, se si paraprinte gjërat. Natyrisht që nuk u formua në nivelin që duhesh pastaj të kthesh në figurë e mirëfillt politike, qëndroi në atë të tribunit të ri, siç do ta mbajmë mend të gjithë, secili pati gabimet e vet. Unë që u largova, bërë një gabim të madh, apo jo? Ata që menduan se duke bërë një parti paralele, siç ishte Aleanca, që ka qenë një parti e shkëlqyer, nuk përsëritet më nga gjitha, nga idetë e saj, nga mënyra, nga njerëzit që pat në përbërjen e saj, njerëz që i takoi, them, ku ka qenë kjo mrekulli. Dhe natyrisht që nuk gjeti mbështetjen e elektoratët, si nuk po gjen më asnjë lloj lëvizje politike. Pra, dhe kjo tregon që përtej fajt që kanë persona autoritar që imponojnë figurën e tyre mbi atë të partisë, mbi atë të lëvizjes, është edhe jo vetëm ushqimi që japim, po dhe ushqimi që marrin. Çfarë lloji merr më kollaj dhe ky ushqimet e pa arrira, propagandistike, iluzore, siç thonte nëna ime, më gënje se më vjen mirë.